Struga mbeti pas trehimore për qente Ndacak, pasi Këshilli Komunal dështoi në zgjidhjen e këtij problemi. Në Këshill ishte vendosur pika për votimin e koncesionit për stacionar për qente Ndacak, e cila për 2 seanca radhazi nuk u votua. Kryetari i komunës për këtë u hedh fajin këshilltarëve të AKI-s dhe listës së pavarur të Merkos. Sot në Këshillin e Strugës nuk u votua pika e rendit të ditës për stacionin e qenve Ndacak. Për fat të keq, sot u dëshmua edhe në mënyrë transparente koalicioni i fshehtë që sot u pa edhe haptas, një koalicion në mes AKI dhe listës pavarur Merko, të cilët nuk votuan një pikë shumë të rëndësishme për qentë Ndacak që qytetarët e Strugës e kanë prit ka mot. Nga sot dihet adresa e saktë për çdo kafshim të një fëmije, për çdo kafshim të një grua apo një të moshuar, dihet adresa dhe nga ana tjetër, këshilltarët e BDI-s gabimin e adresojnë te kryetari i komunës dhe VMRDPMN-ja, pasi sipas tyre në studimin e fezibilitetit janë vërejtur një mal parregullësish, të cilat sipas tyre i ka vërejtur edhe kryetari Qyra. Ishte asnjë përfaqësues nga komuna, asnjë përfaqësues nga kompania që ka realizuar studimin, në atë seancë nuk ishin prezent dhe nuk u përgjigjen asnjë pyetje të këshilltarëve. Dhe si e tillë, kjo pikë nuk kaloi. E njëjta pikë u tentua që të kalohet në seancën e jashtëzakonshme klandestine, të thirrur nga kryetari i Këshillit Komunal, por në diskutime sipër, gjatë të diskutimit të studimit të vizibilitetit, edhe pse këshilltarët nuk e kishin mundësinë dhe kohën e nevojshme që këtë studim të ndryshuar nga studimi paraprak, ta shqyrtojnë në mënyrë të duhur, në diskutimet e sipër u vërejtën një sër gabimesh serioze. Kujtojmë se Struga prej vitesh përballet me problemin e qenve Ndacak, të cilët përbëjnë kërcënim serioz për qytetarët, sidomos gjatë verës kur qyteti është i stërmbushur me turistë.